ne do t'ja bënim, them kështu 1-0 fillimisht Serbisë dhe pastaj edhe t'im poshnim. Në aspektin sportiv është një ndeshje paka shumë barabartë, nuk pajtohem as shumë me Liridonin që tha që kombëtarja e Serbisë është për një nuancë më cilësore, nëse shumë me emra përveçëm. Serbia ka 5 mungesa mjaft rëndësishme. Po edhe nëse shumë na futbollistët e përfaqësuesve të Serbisë nuk është se janë duke luajtur më në nivele të larta, yjet kryesore të Serbisë veç se kanë shku në Arabin, Ligën e Turqisë, dhe vetëm 2 apo 3 janë në 5 ligat kryesore evropiane. Te kombëtarja e Shqipërisë, shumica e ekipit luan në Serie A, domethënë edhe kemi lojtar me minutazh të madhe dhe unë për një nuancë shoh favorit Shqipërinë, edhe pse luan në terrenin vendas me ndihmën e tifozëve dhe asesi, domethënë nuk do të ishte humbja e pranueshme në asnjë aspekt. Po edhe me barazim nuk do të jemi të kënaqur, pasi që do të na vështirësoj ke shumë puna për atë pozitën e dytë me të cilën do ta kërkojmë ato play-off-et dhe kualifikimin në Kupën e Botës. Po, për shkak që Anglia në fakt është favoriti i grupit